Një shtet matët vetëm me ligjet që miraton, por edhe me mënyrën se si zbaton ato. Dhe mbi të gjitha me mënyrën se si mbron drejtësinë kur ajo vihet në provë. Leti rikujtojmë faktet, jo opinionet. Me 1 nëntor 2022, Republika e Kosovës merr një vendim sovran, i ndalon targat ilegale. Me 5 nëntor, përfaqësuesit serb largohen nga institucionet. Me 6 nëntor, jep dorëheqje kryetari i Mitrovicës së Veriut. Me 25 nëntor, caktohen zgjedhjet për 18 dhjetor në 4 komunat veriore. Dhe pastaj fillon përshkallëzimi. Me 6 dhjetor, sulmohet objekti i Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicë me armë dhe me bombë. Brenda ishin zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Me 10 dhjetor, arrestohet i dyshuari për këtë sulm Dejan Pantić. Po atë ditë vendosën barikada në veri nga strukturat kriminale. Me 20 dhjetor, kushtëzohet hapur rendi kushtetues, barikadat hiqen vetëm nëse lirohet i arrestuari Dejan Pantić. Me 28 dhjetor, Dejan Pantić lirohet nga arresti shtëpiak. Pra, kemi një vit të qartë, nga një vendim ligjor i shtetit në dhunë, në barikada dhe në fund, një tërheqje e sistemit të drejtësisë përballë presionit. Por historia nuk mbaron aty. Me 28 korrik 2025, i njëjti person, pra Dejan Pantić, dënohet jo për terrorizëm, por për pjesëmarrje në turm që kryen huliganizëm. I zbutët vepra penale. Pra, një akt që kishte elemente të rënda të dhunës politike, u zvoglua juridikisht në një vepër shumë më të lehtë. Ndërkohë, reagimi publik ishte i menjëhershëm. Aktivist, qytetar, njerëz pa pushtet institucional shprehen indinjatën e tyre me disa fjali dhe me veprime simbolike për këtë akt. Dhe këtu fillon edhe paradoksi. Ata që shkruan një status përballën me akuza për nxitje të urrejtjes. Ata që shkruan një parull dënohen. Ata që komentojnë përfshihen në procedura penale. Por ata që me vendimet e tyre ndikojnë drejt për drejt në trajtimin e një rasti me implikime të sigurisë kombëtare nuk mbajnë asnjë përgjegjësi publike. Me aktgjykimin e parë, një pjesë shpallën të pafajshëm, ndërsa të tjerët dënohen me burgim. Pas ankesës, lënda kthehet në rigjykim. Dhe në fund, kemi një përmbysje, edhe ata që ishin liruar, dënohen me burgim edhe më të rëndë. 1 vit e gjysmë burg për deputetin Egzon Azemi, pse ka reaguar kundër lirimit të terroristit Dejan Pantić, 1 vit e gjysmë burg për Arlind Manxhukën, pse ka shkruar një status në Facebook për vendimin e papranueshëm të gjykatës dhe kërkesën e prokurorit. 6 muaj burg për komentues në Facebook dhe 6 muaj burg për një aksion simbolik. Çfarë mesazhi po jep sistemi i drejtësisë të nderuar deputet? Se fjala është më e rrezikshme se bomba, se një status në rrjete sociale trajtohet më ashpër se një sulm ndaj institucioneve zgjedhore dhe zyrtarëve të Kosovës, se deputeti ynë Egzon Azemi dhe aktivisti Arlind Manxhuka dhe aktivistët të tjerë janë më të rrezikshëm se terroristët e Serbisë, se standardi i drejtësisë ndryshon varësisht nga pozicioni dhe konteksti politik. Kjo nuk është më çështje vetëm e disa individëve, kjo është çështje e besimit në drejtësi. Sepse kur qytetari sheh që pesha e ligjit nuk është e barabartë, ai nuk e sheh më drejtësinë si garanci, por si instrument. Ne nuk mund të kërkojmë rand dhe ligj kudo nëse nuk kemi standard të qartë dhe të drejtë. Nuk mund të kërkojmë respekt për institucionet e drejtësisë nëse vetë institucionet japin vendime që duken të paqëndrueshme dhe të pabarabarta. Prandaj, kjo çështje nuk duhet parë si debat i izoluar. Është një thirrje për reflektim institucional, për standard të njëjtë, për proporcionalitet, për drejtësi që nuk lëkundet nga presioni.